shpresojmë ti ka Kjo është garë e mirë, është pozitive këtë konflikt, kjo gara që po jo, kjo ti e kështu, unë jam më shu, unë jam më i pastri, besimi im është më mënyra domethënë, ata që kontrollojnë botën tani kanë krijuar mjete që nuk ju duhen më sklevrit njerëzor. Nëse kishin një grua që punonte ekonomist, ai tani ka inteligjencën artificiale që i bën hesabet, kështu që ai do ta heqë qafe ekonomistën. Qofse kishin minatorët, ata po nxjerrin robota, tani është roboti që do ngjezi. Për shembull, u bë mbi 10 vjet që po testohet dhe po eksperimentohet edhe në disa vende të botës kanë filluar taksit që ecin me pilot automatik. Po duhet mendosh që 1 në 4 veta punon si drejtues i një mjeti në planet. Edhe ne do përfundojmë njësoj si, domethënë ai që punon si drejtues mjetësh do përfundoj si kali kur u shpik makina. Po, i bie ne kthehemi me sjellë valla, kthehemi si. Kur u shpik kali ka qenë shumë i rëndësishëm para makinave, u integronte në çdo aspekt të jetës. Valla këto po zëvendësojnë valla frymën njerëzore, po zëvendësojnë me këto me robotët, me bravo, tani do i fuzin dhe një luftë që mos ketë më fare fryma, se tani të zëvendësuam. Po pse ti je dakord me këtë luftë që të bëhet? Po ajo është fakt. Ta ka thënë ai zotëria që ka qenë para dite që është fakt ai që. Po. Mjetet po zëvendësojnë njeriu. Edhe ai thotë tani ty s'kam çfarë të dua më. Domethënë neve këta që kontrollojnë botën na kanë përdorur si sklevë. Atëherë pse si mund bijem dakord ne me këto valla? Si mund t'i pranojmë? Kjo është lufta që kanë gjithë popujt. Dëgjoj, ideja qëndron që roboti me vërtet do punojë në minierë, po tani minatori nuk e pse e vret. Lere minatorin të hajë të pije, tani Shqipëria jon ka shumë resurse. Për shembull Shqipëria jon ka miniera. Shqipëria jon ka peshkimin. Pse duhet të jetë 6 luca bosi peshkut valla? Pse mos lëshojmë robotat në që të peshkojnë? Edhe ky peshk të shitet në tregun ndërkombëtar, edhe të ardhurat e këtij peshku të shpërndahen shqiptarëve në mënyrë proporcionale. Domethënë, kështu do shkoj bota. Janë disa vende që po tentojnë të implementojnë pensionin që në moshën 18 vjeç. Domethënë ti qysh në moshën 18 vjeç do fillosh të marrësh një pension, valla. Domethënë do marrësh një kuotë lekësh. Ku çaveni ishte kjo në Shqipëri? Po eksperimentale. Shqipëria po çon 80 vjeç. Po po mirë pra se tani në disa vende pushtimi është në nivele më ekstreme dhe në disa vende të tjera janë po e diskutojnë thashë, nuk është se po ja shpërndajnë. Domethënë ka marrë disa njerëz edhe po i trajtojnë me pension që se mundësitë dhe teknologjia ekzistojnë që 3 milion shqiptarë o shok ta morin 1.000 euro në muaj. Të kanë pak tek pyeti se Seldi ka shumë për të thënë, kështu që do ta kemi edhe në vazhdim. Për gjithë ata, Seldi ka bërë kërkesën që ju po bën dikush edhe me koment ku thotë tani peticion thotë thirr avokatin ti bashkohet live-i thotë do ishte super. Pra duhet një zë kundërshtar, i kundërt le të themi, të ketë një lloj përballje argumentesh, ashtu që thotë Seldi dhe krau tjetër. Gjës do ishte më mirë kur është tani në moment. Jo e tha Aleksi para dite ose gjatë ditës dhe Seldi thotë kraun tjetër tani pas ditës. Unë parashikoj që shoferi kamionit, shoferi autobusit dhe gjithë shoferat do ikin vëlla, do zhduken. Në qoftë se Aleksi thotë që do na zhdukin gjithëve në fillim do ta haj shoferi vëlla. Kush punon shofer ose kush ushqen familjen si shofer është njeriu që është më i rrezikuar sot për sot. Po më pak i rrezikuar kush është? Po më pak të rrezikuar tani sot si mund të quajmë neve domethënë që është na këto simptomat mund të jenë edhe mjekët po rrezikohen shumë. Tani inteligjenca artificiale po bën diagnostikime më shumë të fuqishme. Domethënë ne jemi më pak të rrezikuar, ne që krijojmë content. Po. Se ata që do ngelen prapë ata që do nuk mund të bëj content e ai. Domethënë ata gjithmonë duan një caklon që t'i argëtojnë. Kushdo që të ngele, domethënë do dojë të shofi dika, domethënë. Edhe ne që krijojmë content e kemi domethënë gjithmonë. Sel sot censura është më e sofistikuar thot në stilin e FBI-s. Dikush nxjerr një të vërtet ose dokument, pastaj dalin disa të tjera që e mohojnë, relativizojnë ose ndryshojnë kuptimin derisa e vërteta fillestar humbet mes versioneve. Prandaj krijuesi ty të ka pajisur me diçka që quhet intuita. Domethënë mendimi i parë që ti ke për atë gjë është gjithmonë e vërteta, domethënë nëse ti largohesh nga intuita jote, atëherë do jetë e vërteta do jetë e humbur për gjithmonë. Nëse njerëzit rikthehen te intuita, dhe si puna e saj që thotë më jep 10.000 lekë borxh, e ti thu jo, pa më jep se ti jap nesër më në shtëpi, ande çka ke besim te unë. Edhe ti ç'a bën, ti aty trajton intuitën
i jep lekët atij dhe ai pape. E disha që do ma bënte gungën. E disha që do ma bënte gungën. Domethënë njerëzit duhet të fillojnë t'i besojnë intuitës së tyre, asaj që ndjejnë në momentin e parë që përballen me një informacion. Pastaj po hyri logjika në mes, po hyri ajo që çana kanë thënë udhëheqësi qeveritar, po hyri ajo që na kanë thënë udhëheqësi shpirtëror. Po erdhi ajo që na thot udhëheqja e natës aty. është njëri që thot është një lavanderinë sa u thotë dy lanë me katër me 500 lekë thotë. Po ja. Okej, i komentoj kush e kontrollon botën? Tani bota kontrollohet prej 1000 vjetësh nga i njëjti 1000 ca vjetësh nga i njëjti lobe dhe kontrollohet pikërisht nga ato lloj njerëzit si mund t'i përshkruajmë tani se kjo është një pikë kush e kontrollon botën. Ta dishim kush e kontrollon dhe ti kishim kërkuar ai lek. Ti kishim kërkuar ai lek se kontrollon botën. Bota kontrollohet nga ata që arrin të kontrollojnë veten. Domethënë nëse ti sot arrin të kontrollosh veten, arrin të kontrollosh mishin, prandaj izraelitët na quajnë neve gojak, kafsh. Se ne jemi të tillë, jemi gojak, nuk rrim dot apo. E kupton? E dom një pirë, e dom një qofte, e dom kripën, e duam djathin. Po ku e lë do djathin? Ata janë strikt. Po ku e lë do djathin? Djathi është 10 herë më e vështirë se kokaina për tu lënë. Me vërtet, unë herë jam ai që jam kështu, konsumatori i djathit mbaroj valla. Nuk ke shanse ta lësh djathin më, kripën. Po je gojak. Ta kupton, e kafsh. Thotë ai ti ecën me instinkt thotë ai, ti do të hash gjitha, opa thotë, kontrolloje. Atë të shef ai direkt, ëh? Intuita është e mirë. Instinkti është i dëmshëm. Instinkti është i dëmshëm. Më përpara. Bibla për shembull e thotë, la carne debole thotë, mishi është i dobët. Po kjo s'do të thotë që ti duhet të poshtësh shpirtin, alkoolin. Po jo, e the shumë bukur pak më lart që ai që kontrollon botën është ai që kontrollon veten. Ai që kontrollon veten, kontrollon botën. Ti arrin ta kontrollosh veten? Ose sa përqind mund ta kontrollosh? Duket sikur po ta kam personale me ty, po thjesht është çast sfidë mund të ketë robi të kontrolloj veten. Kam shumë gjëra. Un kam kaluar për shembull shumë vite poshtë pallatit, ke cepi.